Përshëndetje të gjithëve, tani do të tregoj punën elementare me WordPress. Pasi që e kemi krijuar akontin dhe e kemi krijuar një webfaqe, e kemi publikuar linkun që është kërkuar nga profesori dhe idenë e webfaqes ose të biznesit, tani vjen koha t'i tregojmë disa elementare të WordPressit se si punohet një webfaqe apo çish modifikohet ajo webfaqe. Ky që në akord dhe zgjedhja webfaqe është krijuar më herët. Shkojmë wordpress.com, e kemi këtë nane e gjatë login, i kemi mundësin më logu përmes Google-ës, Apple dhe e-mailit. Klikoni e-mailin, që ose keni kriju me e-mail, shkoni continue, vazhdoni me passwordin, login dhe bën identifikimin e akontit, logohet. Në anën e majtë e keni një listë opsioneve për me punu me webfaqe, për gjithashtu në anën e gjatë e keni ku keni mëri me webfaqe, për shembull çka keni kriju, ja këtu meni se kemi kriju, edhe këto aplikacionin nuk i kemi marrë të WordPressit, po nuk ka lidhje. Këtu poshtë janë disa linqe shpejta për me ndryshu faqen e parë, me shtu një faqe, me shkryt një blog, post, me editu menijën, me ndryshu ca elemente të templatesit, dizajnit juar, me ndryshu komplet dizajnin e juaj, ose domenin me shtu që kushtë me të holla e tjera, dhe në fund e keni me marrë aplikacionin për me ndryshu me faqen përmes WordPressit në App Store edhe Google Play për Androida. Ose mundi me dërgu linkon në email. Në anën e majtë keni opcione të ndryshme, por njët, që ose doni me fshive faqen që e keni gabu, e keni manage, settings, shkoni në fund, e keni delete your site permanently. Dhe shkoni prapë në fund, delete site. Në moment që e thoni delete site, e kopjoni këtë, e kopjoni, e shtypni këtu, i thoni delete dhe fshihet ajo webfaqe që e keni kriju. Por unë nuk do ta bëj sepse kam punë tjera për të shpjeguar këto. Vazhdoj me opsionet e mundshme. Opsionet e mundshme keni prej këtuit, po zakonisht ne shkojmë me VP admin, edhe e menaxhojmë e ndryshojmë. Ku lidhet me këto opsione? Njëjtë opsione si këtu, po të kjo është e përgjithshme edhe në për webfaqe, servera të tjerë, do ta keni këtë pamje si këtu. Te kjo pjesa e përme, që se klikoni, mund të vreni adresën e webfaqes tuaj, të cilët do është me dërgu në Google Classroom, ose mund të dërgoni edhe të dikush tjetër, që se e bëni webfaqen për dikon tjetër. Atër shkojmë të VP adminin në anën e majtë, dhe kjo pamja është e WordPressit, si në këtë faqe, si në për servera tjera, si në për hostë tjera, në më dhëmë këtë pamja do të ketë. Dhe do të referohem unë për mesaj për ju të parë se si bëhen ndryshimet në webfaqe. Në të planet nuk punonëm sepse të për pagesa, ki business plan, premium e tjera, për me bje templates, domenin, me ndryshu, me një ble menagjimet e ndryshme për webfaqe, kuptoj se kemi disa limitume, për shembull dizajnet e webfaqes mund shumë e zgjedh, sepse duhet me pagu e tjerë. Pluginsat janë ashtu limituar dizajn. Këtu e kemi për me kriju poste, për me kriju kategori, edhe një është post edhe tagje. Për shembull, po vazhdoj këtu. Te kategorit që se klikoj, mund ta hapi një kategori tjetër, lugina, ta përshkruaj këtu, të thoma ADD në mënyra automatike del në anën e gjatë,
Qase kemi poste për login, për Kosovë, për Shqipëri e tjera tjera. Dhe më thonë, në bas kategorive, mund t'i dalojmë këto, t'i shtën kategorit, t'i ndryshojmë. Tagjet në nevojitën për postet të cilët identifikojnë përmes tagjeve, për shembull 2019, çka ka keq 2019, një tag 2019, mund me qenë një tag tjetër, për shembull logina, një tag tjetër ndihma e shpejtë apo informatika e tjera, çka ka postë në lidhje me atë tagje, kur klikoni te tagu, për shembull informatikë, gjithçka çka ka me informatikë do të shfaqen. Add new ose te postet. Te postet, shikoni, nuk kemi asnjë post. Mund ta krijojmë një post këtu, apo edhe këtu njëjtë është. Mund ta bëjmë një blok editor edhe klasë këtu, që se them add the new, domethënë në mënyrë automatike krijohet një post. Kalojmë tash te forma e post. Këtu titulli i postit, kurse këtu poshtë mund të bëhet një përshkrim i shkurtër i postit. E tjera, shikoni klikin e opcionit këtu, në formë paragrafit, heading list që se dojmë kriju, quote, kolona, grupe, 2 paragraf të ri ose 2 objekte të ri, e tjera. Tekstin tonë me rafshu në anë e majt, mes, në gjath, kena bold, italic, që se dojmë shtu do një link për shembull wordpress.com edhe shikoni ku na del wordpress.com. Fani se këto kur kam kliku, ok, shtë largoj pak, klikoj linkun e shkruaj për shembull wordpress.com, enter, edit. Ja, shikoni ku klikon këto, edhe në mënyrë automatike del edhe WordPress. E keni inline image, me shtu do një inline, justify me rafshun në të majtë dhe në të gjatë. Për shembull këtu do një foto mund të marrë të librarijës të poste. Ok, për shembull jap këtë, select, edhe vendosë këto. Qëse dojmë një ndryshu atë fotën, dimenzionit të fotos. E foto po kemi super simbolit x, index 2, x në 4 orë, ngjyrën, shkronjave për shembull, select këto shkronja edhe duhet custom button të kuqe, ok. Ja, shikoni ku dol e kuqe, me enter e shtypa. Në mes shkronjave i keni lla 1.5, ngjyrën, do më thonë, tekstin të ndryshoni, ngjyrat e tekstit, fontin çfarë doni të maja, më të vogla, pak më të maja, postin ta keni publik, apo ta publikoni me njëra, apo ta fshini krejt, linkun, ta ndryshoni linkun e postit, për shembull, e shikoni këtu, mund ta ndryshoni kategorinë, tagjet,
Shikoni kategoria ku I lexoj, ku mund ta caktoj për login ose e pa karakterizuar. Mund të shtoni edhe prej këtu tag, mund ta krijoni edhe një kategori këtu, te posti, fotën, mund ta zgjedhni fotën e ballinës të këtij posti, e tjera, e tjera. Pak më shumë unale sepse këto do të vazhdojnë edhe ja ku e keni këtu preview, që ose klikon në mënyrë automatike në desktop, po du me po, ok, po du me po në tjetër faqe, edhe tash e shikon të faqe ime, shka kam zgjedhur, pas që nuk kam shkruaj shumë si duket ky poste. Nuk është dizajn në mirë për arsye se vetëm kjo test edhe e mbyllim me X. Kaloj këtë poste nuk preruj, këtu e patëm mund të trash, ka fshi prej, ok, edhe kaloj te media, për shembull kemi këto foto që ose do me shtu në një foto të re, të downloadoj prej Google-s. Image, për shembull për marr këtë save image, restoran një pelon, ok, ka shumë restorante, për marr këto me terasa, save image. Pelot 2, ok, mjafton sa për më tregu. Shikoni, këto foto që I kemi, mund të shtojmë edhe disa tjera. Add, select file. Nuk I këshyra ku I rujtë këto fotot. Të rritit të rritu shtrimi. Gjithsesi, ja ku e kemi restoran 1, 2, mjafton edhe drag and drop, edhe shikoni ku janë duke u mbushur, ku dullën këto fotografi. Kështu që në këtë formë ju mund të shtoni edhe media tjera për ta dizajnuar faqen e juaj. Linqet mund të shtoni linqe, I ka disa linqe këto të WordPress-it, që ose do një mi lidh, apo linqet kategorisë. Faqet, përve faqe, e keni homin, ju duhet ta shtoni, ma vonë do t'ju tregoj edhe për këto. Pastaj e keni komente, që ose dikush që komenton, mund ta bëni atë, ta aprovoni postin, prit derisa ta aprovoni, apo është spam, apo e keni hudhur në koshën e plerave. Themet që se do një të ndryshoni, do më në dizajneve faqës, unë për vete kam këtë parën, kurse ju mund të ndryshoni cilën do një mund të bëni aktive, interneti pak I lok, dhe sa të I lezoja, e shikoni, keni shumë dizajne, po edhe qatë shumë, shikoni këtu ku është upload, nuk mujmë shumë me bo upload dhe faqe, sepse e kemi free accountin. Shikoni, ka mjaft këtu për me zgjedh. Në më dhe në cilën do një e zgjedh në aktiv. Që se bëni customize, dhe më thonë me ndryshu, klikoni këtu që identifikoni faqet, po këtu I kam ma vonë mi përpunu.
vetë ketë janë elementet e vogla në përvefaqe për mi vendos, menin me ndryshu, plugins. Te pluginsat zakonisht janë programe të vogla të cilat instalohen në vefaqen e juaj dhe punoni me ta. Shikoni, duhet me upgrade to business plan për instalu pluginsat ju. Këtu e keni me kliku, ose me zgjedhë një prej këtu, për shembull është një pjesë Facebook. Dhe shikoni, për shembull që ke plugin si Facebookut, ja pa keni përshkrimi se për çka është qyshte e krejt, për në pika shkurtër, e klikoni install, sepse këto të keni free, nuk na mundson, sepse të bane biznes, duhet me instalu. Për shembull, nëse e keni ndonjë akont tjetër apo ndonjë vefaqe që e keni pagu hostën apo domenin, kina mundson që ta instalojmë këtë që klientat tonë të kontaktojnë sikur kjo pikpyetja edhe të shkruajnë chat me neve. Në mënyrë automatike ajo vjen mesazhi në Facebook, në faqen e Facebookut ton, edhe na vjen mesazhi se klientat që po kërkojnë apo çfarë ndihme. Kalojmë na te zgjedhja e dizajnit për vefaqe. Zgjedhja e dizajnit për vefaqe është në WordPress, e tregova pak më herët, po punona edhe tash te Appearance Themes. Këtu zgjidhni, i keni afro 200 themes, dizajne të ndryshme, cilin doni mund ta shikoni preview që përën me ato t'juvet, edhe ta aktivizoni. Në momentin që shtim në activate, kalon këtu lart, edhe e keni të zgjedhme dhe pastaj filloni të punoni. Kuptohet, kjo shkon në varësi, unë e kam për restorant, e marr për restorant. Jo që ose keni dëni tjetër, e zgjeni për dëni biznes tjetër. Instalimi pluginsave e tregova, instalimin e pluginsave përmes këtu për vefaqe, që thash e zgjene Facebook apo tjera, nga kimi materialit edhe këtë e tregova vëpatmen. I kena të mediat edhe që nga të dy fotot e reja këto, dhe të shtoni jo është në telefoni edhe dokumente, për shembull Word, foto, video, e tjera, edhe ta publikoni. Ndryshimi faqes së parë. Shkojmë te faqja e parë, shikoni page, ku e kena home, e shikoni e keni quick edit. Quick edit është ta ndryshoni vetëm emrin, datën kur ase të lini password, ose dikush tjetër po doni me lënë publike muni me password ose privat me bo, ose mos ta lini publike derisa kontrollohet, verifikohet e tjera. Edhe mund ta bëni edit. Kemi classic editor edhe edit, po ju kisha preferu me edit. Në momentin që klikojmë edit, hapët faqe të cilën ne mund të ndryshojmë. Për shembull, unë e kam du me ndryshu këtë pjesën e parë, klikoj, në mënyrë automatike del, supozoj që është restorant Delfini. Mund të shtoj edhe do një form, do një kontakt, do një foto poshtë, shikoni, mund të shtoj edhe dhe kjo edhe një tekst më të vogël, nëse do një për shembull të kopjoj, të ndryshoj shkronjat,
një paragraf vogël, mund me shtu për shembull shi i ushqimit është tradicional. Supozojmë, shikoni këto shkronjat. Okej, në qendër ku du me lon, hajtë bëj bold pak. Shkoni në anën e gjatë ku i keni edhe fontin, nëse doni mi zvoglu edhe pak, apo normal mi rrit. Ngjyrën të ndryshoni në të më mirë të bardha për rekan, backgroundin mund të ndryshoni zedh edhe me pastru krejt. Dhe më thonë kështu mund të modifikoni, mund të ndryshoni YouTube tu delfini restaurant hajt. Shikoni pastaj këtë përshkrimin të ndryshoni, vetëm klikoni në për këto edhe mund të ndryshoni çdo sa. Për shembull, name, nuk po të name, emri, emri. Telefoni, supozoj, e tjera, çdo sen mund të ndryshoni. Për shembull, doni ta shtoni ja këtu full menu, për shembull se po menu këtu klikojte menija, shtu në anën e gjatë, e shikoni muj me shtu doni element. Ose me kopju këtë menin, me dupliku, insert before. Before i bjen para, e kemi mbrapa, edhe mund të ashtojmë doni text, ose çfarë do sën tjetër, të kjo. Edit as HTML, mund të ashtojmë doni text HTML, për shembull, hajt HTML, text, color box. Tamam, simple HTML page ose form. Ok. Për shembull, ja këto, i kopjoj HTML edhe i kopjoj të faqja ime, për shembull text HTML, edhe në një automatike shikoni që del my first paragraph, pavarësisht që ka blok të pa organizuar, del my first paragraph, paragrafin e parë që e kopjova. Këtë që i shpjegova pak më parë,
të postit, të linqet, që se do një me fshi krejt këtë paragrafin, këto e keni pastaj e keni edhe të insert before, për para kësaj, po du, që po du me po du një inline fotot që të shajmora tashma në fund. Okej. Këto e në fshi. Masin për bëj sa me vërë 400. Okej, del ma madhe. Peksej në mes. Okej. Ja, kështu po du me lonë. Shikoni kejtë këta ndryshohen linku, open new tab, edit link, për me kriju që shikoni poshtë po du me kriju një link tjetër. Paragraf, mujt është biznesor, një kalendar, një form, kontakt informata, ose kontakt informata, po du me kriju tash, për shumë email, numër, adresa, këto i moshtë një vetë, edhe mujt është me lidhë me Google Maps, mujt është mos me lidhë, shton të një produkt tjetër, për shumë email, adres, telefon, browse all, kujki mërë në majt ashtë të gjitha, për shumë di galeri, po du klikon galeri, edhe select image, i ki prej Pixels Free Photo, se Google Photo që i keni për Google-ës ose Media, zakonisht Media i marmi, mujt është me ngarku fotot e tua, mujt është me zgjedh për YouTube-ës dhe një video, hajnë një YouTube para se me dalë, e zgjedh për shumë këtë, s'po du këtë me zgjedh, edhe i thu, krej një galeri. Po s'po du galeri, po du një video, hajnë YouTube. Ok, që këtë përdu me marë, e kopja linkun, kaloj të vefaqa, edhe këtu për mu isha drejt, restoran review për shemë, ose lipi me emër, aso nuk vajka në shatë të kjo vefaqa. Ok, këse me zgjidh me galerin, shumë qëto faqet, edhe insert galeri, ja ku dërën. Për disa foto. Shumë, të një shumë hajnë fund, du me shtu një video paragraf.
E shikoni ku e keni editas HTML. Kje hap HTML. Na shkojmë te, për shembull, çiket restorantin, po duam, e keni këto share, edhe ju link, po e keni embed. Embed, ja caktoni frame-in, ose kopjoni, shkojmë te linku, edhe duhet me dalë foto, po nuk slideshow, ja video ku qenka insert from URL, ta kopjoj, ja, video, mund t'i shkruani këtu me të një për shkrem, po mund mos ta shkruani edhe për shkruani. Domethënë këtë formë e shtoni, e ndryshoni, e modifikoni të faqen, edhe e keni këtu preview, stop, ok. E shikoni restoran Delfini ku ka dalë shijimi i ushqimit është tradicional, e mund ta ndryshoni çdo sen. Kto ja këtë foton ku e shtova në mes, domethënë të faqes, të ndryshimet, ja ku është edhe kjo video e restorantit ton, për shembull, që e publikova. Mund ta bësh edit, linqe mund ta shkruani, blogspot. Për shembull, nëse doni çto full, view full menu me lidh me menyin atje, ose mund ta lini edhe këtu për shembull po tani me shtu edhe një buton sikur kjo. Kësaj më shojmë X sepse jemi këto edit, shkojmë te butoni për shembull kjo, e shikoni këtu i thon copy, u kopju, këtu poshtë, jo media, insert before, te pluse, ok, me kopju, më së spuman, na, edit as HTML, e shikoni, e kopjoni linkun, kopje, e këtu poshtë ku dashton, ku këtu keni mundësi të shumta custom HTML, write HTML, e pastaj linkun, i thon preview, shikon full, pastaj e ndryshoj
If you full menu po galeri, open një tab, po adresën për shembull, jo menu, po galeri. Okej, edhe këtë kthejmë në mes. Mes nuk të pasme, okej, dhe kështë ndryshuar, dhe më thonë një komponent e web pages. Në fond, e keni update. Në komplet edhe ndryshime i bën update në faqen e juaj. Dhe tani kur ta qeli për shembull web pagen, restaurantdelfini.wordpress.com, e shikoni pas që jam i logun dalin këtë lart, e shikoni ku janë këto ndryshime që i kemi bërë, ku është foto, full menu, view gallery që e ndryshun, edhe e shikoni këtu ku është emri i telefonit që mund të ndryshoni secilën, thënë videon që e këna qitë. Nuk kam hi shumë detaje une për ta dizajnuar, esenca është që mësoj ti modifikoni edhe ti ndryshoni. Krijimi një faqe të re për foto, tashin në my site, ju tregoj se si ta krijoni një faqe për të re. Edhe këtu mund të site pages, po zakonisht e preferoj në këtë mënyrën ku është standarde për gjithë, i kemi page, krijojmë new page, edhe tani e zgjedhëm çfarë faqe po do me kriju. Këtu e kemi kriju një faqe të re për foto, sepse në projekt kemi me punu një faqe about rreth juve, keni me bo një faqe kontakt, keni me bo një faqe kontakt galeri, edhe ato këtë faqe. Home kryesore e dyta është galeria, e treta është biznesit juaj, dhe e katërta është kontakti. Shikoni faqe tjera, dizajne tjera ku keni, po ne do të zgjedhim në fund galeri është portofile me foto ose këtë, që në ndoni, ok, për marrë këtë ose këtë me slajde. Këtu prejnim ka njerë po skalan situata për shkak të internetit. Një ata në kësaj një këllë. Blank për marë, zbrazët apo zbrast, sepse galeri ka me punu, nuk ka diçka punë në gachme. Fani, së në përshof këtë. Use blank layout. Titullin për shumë është galeri
kry këtu galleri. Zgjedhni fotot një, më falni vllazë, po zgjedhni të gjitha këto që i kemi në çdo galeri, edhe mund të shkojmë në media tjetër, nuk kemi mujtë që të një për shumë shkurt me shtu apo së du me shtu sen. Ja pa aqui, qual é que era? Publish. Venha para o meu publicar, publish. Ela abriu galeria. Shikoni ku është adresa .galeri. Këtë e kopjojmë copy paste, mujtë është me paja, ku ka edhe linkin me kopju, edhe u kry galeria. Krimi një faqe të re për kontakte, shkojmë prap këto të WordPress-i, të faqet që galeri home, e kryjmë edhe një për kontakte, kontakt page, ki kështu dhe zgjat, çfarë të dëni, përzgjedhni këtë kontakt formën. Ok. Mund të ndryshoni kontakti ose kontaktet. Adresën. Për shembull, e tjera, mund të edit, ja kontakt, po, info, numrin të të ndryshoni, tash në Facebookin, WordPress-in, e tjera, në YouTube channel-in që se keni name. Emri, thjesht, get in touch për kësane fundit, e tjera, mund shkruani titull, mund shtoni edhe poshtë dëni sen tjetër, submit. Dërgo. Ok, dhe kështu, dhe më thonë, mund të ashtoni elemente tjera, këtu sa për fillim vetëm ju të regova çka është ma elementarja për me ndryshu, edhe e keni preview, save me rujt, po unë për thom të rejt publish, sepse kam ju të regu edhe për ndryshimin e menys. Tash, këtu galerie patëm linkon të kontaktet, e këshymi tash çfar të kontaktet e kemi kontaktet. Për me ndryshu linkun, galeri home, shkojmë të all pages, ja ku e kemi galeri home kontaktet, edhe këtu mund të thojmë ku i kemi linkun një kontaktet, ku mund të ndryshojmë që si tani, për nuk e ndryshojmë. Këtë i shqedua më herët që së dhe një drafta, se që për postet është e njëjta tematik. Shkojmë të menija. Appearance, menu,
page, ku janë, edhe këtu e ki konstum që jalen vetë URL-in, po mund të shtoni edhe dhe një URL tjetër, për shembull https 2 www.informatika.com ose gjëra tjera, facebook.com, këtë Facebooku, do një link tjetër dhe të modifikoni. Apo të një me do në footer, ajo në social link, edhe thjesht këtë linkën, këtë me home, kontakte, galeri që është primare, e bojmë save, edhe ushtu shumë mirë është këtu. Live preview ta shumë si ka ndalë këtu. Shikoni home, kontakte, galeri. Ku mund të ndryshoni edhe këtu përmes footerit, të footerit që ose do një menu tjetër, e shikoni poshtë ku ka dalë home, kontakte, galeri. Këtu për shembull du me ndryshu, muj me kriju një menu tjetër atje dhe ta lo këtu për footerin. Kurse këto linqet restoran Delfini, gjumi, emizat, pozoj, copyright, footerin. Ok, tu. Që Delfini copyright 2020. Ok, save change. Edhe restoran Delfini copyright e ki. Këtë nuk mund një hek sepse është e kriju me WordPress. Se këna pagu. Mund një këshurë edhe për telefon. Shiko me një home, kontaktet, galeri. Që se klikoj galeri, na del galeria që i zgjavëm. Interneti pak i ka dalë dhe sa po hapët. E shikoni të në ndryshon foton andej këndej galeria. Edhe e ki kontaktet. Këtu që i ndryshun kontaktet, unë e bona për telefon. Ta bëj për kontaktet. Kontaktet zakonisht shkojnë në fund. Ta shpushoj të ndryshoj të menuja, edit menu, kontaktet të shikoni e bëshe kapit dhe e zhvendosin në fund. Edhe i bëjë save. Edhe automatikisht ka ndryshu edhe home, galeri, kontakte. Kur klikoj të kontaktet, kaleti kontaktet, nuk ka tjera. Kjo është gjitha në përgjithësi, ose keni faqen dhe doni ta çoni me një projekt tjetër, ose keni buket projekte shumë mirë, dhe doni ta publikoni në një faqe, ose keni blerë host në një kompani tjetër, thjesht shkoni te my site, ja shikoni poshtë ku i keni the tools import export. Export është me dërgu dikon tjetër,
ju apo doni mi downloadu krejt që e kini librarinë e juaj apo ju dhënëvet e juaja që e kini krejt, me foto, me video, me krejt, edhe kontentin për mbajtjen e faqes e bani këtu export. Domethënë këtu edhe këtu. Nëse shkoni te WordPress tjetër që doni me importu, veç këtu import WordPress zgjidh, se për WordPress po don me sim. Domeni është shkruan edhe e tregon adresën, continue edhe importohen të gjitha. Pika shkurta është kjo punë elementare me WordPress, besa që ju ka ndihmu për me kriju një template, një webfaqe për një biznes të vogël që i plotson kriteret e projektit të shkollës për vitin e tre. Komentet lirisht në Classroom mund t'i lini, që përgjigjem, çka keni të pakjartë, shkruani këto, mendoj që i kam përfshirë të gjitha ato për me kriju një webfaqe, sepse ka qenë mirë pika pika me kriju komplet webfaqen, po një tregova elementet kryesore të WordPress që mund punoni, ju keni ku më shumë, punoni rregullon e webfaqen, sa më mirë duket webfaqja, aq më